kush ja ka sjell Kosovës në situacion? Ja kanë sjell to 3 parti. Lidhja Demokratike, Partia Demokratike dhe Vetëvendosja. Mirë, po nuk e ka sjell Vetëvendosja, po them, na kemi gjetë aty. Për shkak të rrethanave të raportit Kosovë-Bot, Serbi, dialogu, nuk mendoj që është gabuar, është pak e gabuar të përjashtohet mundësia e asaj që ka propozuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Prap po I kthehem. Nuk mendoj që është zgjidhje e mirë, por më pak e keqe. Pse është më? Jo, vetëm me lejo të arsyetoj pak. Një, ne jemi një shoqëri shumë e polarizuar për cilën temë, as shumë ti për asociacionin. Kush ja ka sjell Kosovës në asociacion? Ja kanë sjell to 3 parti. Lidhja Demokratike, Partia Demokratike dhe Vetëvendosja. Nuk e kam sjellur as jeta, as opinioni, as votues. To 3 parti kanë sjell. Jo, ka kundërshtu lëvizja. Jo, në marrëveshjen e Ohrit e ke brenda zoti Dugolli. Mirë, po nuk e ka sjell Vetëvendosja, po them, na kemi gjetë aty, e keni gjetë dhe e keni pranuar. Jo, se kemi. Prandaj unë mendoj që do të ishte shumë ferro dhe korrekt që ju to 3 partit ulen dhe të arrin një minimum të konsenzusit për këtë çështje. Mirë që Kosova mos të mbetet e bllokuar. Kosova mund të mbetet e bllokuar për një kohë shumë gjatë. Nuk do të lëshojnë penë ndërkombëtar, as sa I përket fondeve, as sa I përket masave sa. Nuk I ngutet atyre. Nëse ne do të gjejmë zgjidhje, është obligim mendoj I këtyre 3 partive, sidomos I këtyre 3 javë, që të ulen, të bëjnë të jetësojnë një minimum të konsenzusit, sidomos për atë çështje. Cili ai t'i vënë vijat e kuqe, cilat janë ato vijat kuqe, çfarë duhet refuzu, çfarë duhet pranu. Për ndryshe nëse nuk gjendet zgjidhje, sidomos për asociacionin, Kosova mund të mbetet për një kohë shumë gjatë e bllokuar, e izoluar dhe që në bindjen time është syni I fundit I politikës Beogradit, me mbajt Kosovën në këtë gjendje bllokuar. Na pozicionojmë me ecë përpara, jo me këty prapa, kohën. Raport me botën nuk do të mund të ecim përpara pa zgjidhje.